Hyrja e Ludos, banorit të ri, në shtëpinë e Big Brotherit nuk solli vetëm energji të reja, por edhe përplasje të menjëhershme. Pa kaluar shumë kohë nga adaptimi i tij, ai u përfshi në një konflikt të fortë verbal me Albën, një nga banorët më të përfolura dhe më të drejtpërdrejta të këtij edicioni. Ajo që fillimisht u duk si një shkëmbim mendimesh, shumë shpejt u shndërrua në një luftë nervash dhe fjalësh, ku secili kërkonte të tregonte forcën e karakterit të vet. Alba e akuzoi Ludon për veprime që ajo i konsideron të ulta dhe të pavlera në lojë, duke theksuar se loja nuk fitohet me fjalë boshe apo me sjellje që synojnë vetëm provokimin. Sipas saj, mënyra se si dikush flet dhe sillet në situata tensioni është pasqyra më e qartë e karakterit të tij. Ajo e bëri të qartë se për të, loja kërkon dinjitet, qëndrueshmëri dhe përballje të hapur, jo strategji të cekta apo përpjekje për të fituar vëmendje me debate të kota. Në fjalën e saj, Alba përdori një krahasim të fortë për të shpjeguar filozofinë e saj mbi besimin dhe karakterin, duke nënvizuar se një njeri që tregon mungesë parimesh në gjëra të vogla, nuk mund të jetë i besueshëm as në situata më të mëdha. Ky mesazh u perceptua si një kritikë e drejtpërdrejtë ndaj mënyrës së lojës së Ludos, por edhe si një deklaratë e qartë e parimeve personale të Albës brenda shtëpisë. Nga ana tjetër, Ludo u përpoq të mbrojë, duke mos pranuar etiketimet dhe duke insistuar se ai po luante lojën e tij, sipas mënyrës që e konsideron të drejtë. Megjithatë, përplasja mes tyre tregoi se mes dy karaktereve ekziston një hendek i madh në mënyrën se si e shohin lojën dhe bashkëjetesën. Alba e sheh veten si një lojtare që mbështetet në forcën e nervave, në qëndrueshmëri dhe në aftësinë për të mos u thyer në presion, ndërsa Ludo duket se po teston kufitë e banorëve për të gjetur pozicionin e tij në shtëpi. Këto janë aftësitë e mia, deklaroi Alba me vendosmëri, duke e bërë të qartë se për të, mbijetesa në Big Brother nuk është thjesht që